Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahu subhanahu wa ta'ala falenderoj, salatat për shëndetjet Muhamedit sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ja dërgoj dhe adresoj familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij ndriçueshme deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Sot me lenin Allahu tabarak wa taala do të fillojmë me një rafim të radhës. Ai rafim është mbi një njeri i cili pas ka qenë tregtar, pas ka pas pasuri dhe ka qenë tregtar, dhe Allahu subhanahu wa taala i pas ka dhënë mirësi që ai të bëhet tijaret, të bëhet tregti. Mirë po, gjatë tregtisë së tij ai kur kana pas në marrëdhënie apo në shitblerje, pas ka pas raste ku dikush prej atyre të cilët ka blen nuk ka pas parat e mjaftueshme, edhe ka marrë me borxh. Edhe pas ka shkruajt borxhin e tij, derisa kur pas ka ardhur momenti mi kthi borxhin ai s'pas ka pas, i pas ka thonë atij shërbëtorit, punëtorit vet, borxhlia i cili nuk ka parë me na i kthi borxhin, falja ose afatizoje. Ai i cili i ka pak punë malet, afatizoje. Ai që i ka punë zor, s'munët me pagujt, atina për hatër të Allahut se ndoshta Allahu na i fal neve, falja edhe ti ati në emrin të. Këtë hadith vëllezër e transmeton Imam Buhariu në Sahihun e tij dhe ka transmetime të shumta të cilët tregojnë këtë histori të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Ne do të mundohemi ta cekmi hadithin tashti dhe rëfimin, pastaj ta japim një kuptim të plot, edhe më pastaj do him në stacionet të cilat i ndalmi si zakonisht rëfimeve të cilat i tregojmë. Këtë hadith e tregon Hudhaifa dhe Abu Huraira radhiyallahu anhuma nga pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam se melaçet kanë shku mi amor shpirtin një burri që ka jetu para nesh. Dhe i kanë thonë: a ki bon do një vepër të mirë, punë të mirë? A ju përgjigj melaçeve duke ju thonë jo. I thanë kujtoju, pas i kujtu a i tha: unë ju jepja njerëzve borxh dhe i porositja shërbëtorët e mi që t'ja shtin afatin ati që s'ka, dhe ta pranojnë prej ati që nuk ka mjaftueshëm atë sa ka, dhe t'ja falin ati të cilit nuk ka fare. Ndoshta Allahu i madhrueshëm na fal neve kur ne kemi nevojë për Allahun xhelle shanu wa xhelle xhelalu. Kjo është hadithi të cilën e transmeton Imam Buharia dhe Imam Muslimi. Këtu vëllezër, fillimisht kuptimi i hadithit e shpjegova dhe në fillim, ka në disa transmetime që pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam ka në konë duke qëndru në dhomën e vetë, ku dihet që dhoma e pejgamberit ka qenë gjithë me xhamin e tij, e ka dëgju një zhurmë në xhami, e ka dëgju një potere në xhami. Edhe pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam pas ka dalë me i pa ato çka puna, njëri ka thonë: ja Rasulullah, unë i kam dhënë parë borxh, nuk po ma pagun borxhin e tem, nuk po ma jep hakun tem. Atër pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam i pas ka qetësu dhe ju ka thonë atyre: qetësonu, se ka qenë një njeri para jush, i cili ka në konë tregtar dhe e ka tregu këtë ndodhi, pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam. E ai i cili e pas ka afatizu, i pas ka dhonë hapsir që ai ta vanoje afatin, Allahu subhanahu wa taala i pas ka dhonë atina në shpërblim të madh. Mirë po, kur ja pas ka fal, Allahu e pas ka bot që a njeri i cili e fal ka borxhin, Allahu subhanahu wa taala pe e baj ka që a i mja falen edhe ati. Këtu vëllezër, duhet me kuptu që njeriu i cili punon Allahu e do. Nga ki rëfim, të stacioni i parë ndalemi, njeriu në badi avgji, njeriu i cili vetëm të qëndron, re, nuk punon, Allahu nuk e don dhe shpeshere kam cek. Bile pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam ka thonën: dora e lartë e cila jep është më e mirë se dora e cila vetëm pranon nga poshtë, lyp. Derisa kërcënimi ka ardhur mbi ata të cilët vetëm lypin dhe ankohen, që ka thonë pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, Allahu do t'i bëjë fytyrat e tyre në ditën e gjykimit kur dalin
pa pas fare as një copë mish në ftyrat e tyre. Dhe kjo janë kërcënim mbi ata të cilët nuk angazhohen, nuk punojnë, po presin hazër. Andaj Islami ka ardhur dhe i ka motivuar shoqërinë me punu. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me e dashur për mua është me e gjetë një konop, një litar dhe me dalë në për shkretir me mledhen shka ka prej drujve që mesin, sikur që janë ato drujt e vogël në shkretir, dhe ka thonë mi mledh që ato se sa me shtri dorën dhe me lip. Islami ka ardhur dhe ka nxit njeriu me punu vëllezër. Bile kanë ardhur do njerëzit e Hazreti Omeri radiallahu anhu dhe janë fut në xhami. Janë konë duke nejtë në xhami. Shkani të boju ka thonë kemi ardhur me adhuru Allahun. Ka thonë Allahi, ma adhuru Allahun tash e marrë shkopin dhe ju rrej. On dilni dhe punoni. Islami e ceka dhe dje, në dersën e djeshmit mos gabofsha, që Islami nuk kërkon prej neve, më falni të rasti Xhurexhit, e ceka që Islami nuk kërkon prej neve ne të ngujomi në xhami. Sunet është po, 10 net e funit, apo një çast, një ditë të nalësh në xhami me përkujtu vetin. Që a sunet, 10 net e funit me hinje, mu mshel në xhami, sunet. Edhe kjo fillon në natën e 21, natën e 21 të Ramazanit. Edhe kjo duhet filloj para se me, domethënë para se me perëndu dielli, nesër me hije, edhe me dalën natën e Bajramit masit faret namazi i akşamit. 9 ditë apo 10 ditë. Si vjet, sipas kalendarit që e kam parapat tek ne, Ramazani ka 29 ditë, i bie 9 ditë. Mu ka 30 ditë, i bie 10 ditë. Me qëndru në bujum i mbyllur në xhami. Mirë po, me thonë dikush në vazhdimisht du me nejt, jo nuk lejohet. Ne themi ati jo, Islamit nxit me punu. Andaj edhe këtu nga ki stacion ndalmi te ki rafim, si keni njëri kanakonën, njëri i cili ka punu, njëri i cili ka xhallnu. Edhe problemi sot është vëllezër që ne si shoqëri kemi ngecje, kemi të lashe, se ne nuk dëna me zhvillu jetën, ne presmi këtë hazër. Këtë dikush tjetër me ne kry punë, dikush tjetër me ne bon shërbimin ton. Kur vjen puna tek ne, të unë edhe të ti, ne gjemi arsye që vetëm me vetëm mos bukon të angazhum. Andaj në këtë hadith, vëllezër, e kuptojmë që ki njeri ka në konë tregtar, dhe tregtia sa për informim të adini është e pëlqyshme për arsye se pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam ka thonë, Allahu ka thonë bereqet në tregti. Ai cili punon, padosh këtu me thonën, ai cili punon punë të shtetit ose punë kështu me orar, e dina që e ka një rrugë statike, stabile. A keve kështu, a keve ashtu, e ki qatë rrugë. Edhe prej asaj nuk mundet mu zmadhu ma shumë. Ajo atë tam vitin, baba ki ndodh një sprov, një kriz, ama ti prap e ki qatë rrugën, 300, 500, ko disa euro i merë me euro, mirë po tregtia e ka bereqetin e vetë. Pse? Se mund është për njerë me fitu shumë. Edhe pastaj Allahu subhanahu wa taala me don bereqet. Andaj tregtia është e pëlqyeshme në Islam. Mirë, ki njeri vëllezër, këtu te etapa e parë, te stacioni i parë, e kuptuam që Islami nxit nga ky rrëfim që njerëzit mu angazhu. Stacioni i dytë. Stacioni i dytë vëllezër është që Allahu subhanahu wa taala pas ka me laçet të cilat ja udhçojnë njerëzve me jamur shpirtin, dhe këto mund në mukanën, domethënë lloje të ndryshme të melaçeve, të cilët kur shkojnë tek Allahu te bareke ve teala me dhon raport për neve, japin sabah, akşam, japin raport çka kena punu, kiramën katibin, ngjatë edhe në çmajt, po ka melaçe të cilët janë të angazhuar me najmur shpirtin. Allah na mundsot me kollajllëk dhe lehtësim, ja rabbel alamin. Kur Allahu për i qekat e robi vetë me jamor shpirtin, melaçet janë dy llojsh kur vjen me najmor shpirtin. Lloji i parë i melaçeve është myshdhënës. Ata të cilët bresin nga ana e Allahut me myshdhe, vinë me çefin të bardhë, me aromë të mirë, me ftyrë të mirë, që shkon hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bila ajeti e vërteton këta dhe thot: Innal ladhina qalu rabbuna Allah. Ata të cilët kanë thënë që Allahu është Zoti jon. Tatanazzalu alaihimul malaike. Atyre ju zbresin melaçet myshdhënës. Atyre shka ju thënë, alla të khafu o la të hzanu, mos u friksoni, mos u pikloni, u abshiru bil gjenne, keni myshdhe nga Allahu me gjennet. Për kanë? Për ato të cilët e ka njoftë Allahu në gjelle shanu o gjelle gjelalu. Ndërsa, zotnaruaj, për ata të cilët nuk e ka njoftë Allahu, me laqet vinë me një qefin, ftyrat e tyre të nxime, aroma e keqe, dhe i thënë, o ti rob kriminal, o rob zullumqar, fasik,
Eja te Zoti jot i cili është me ti i hidhrum. Eja dhe e nuhat erën, edhe kur vënohet në vër, i hapat një grop prej gropave të xhehenimit. Allah mos ta ban prej tyre ya Rabbi. Edhe i hapat një dritare, një xham që e sheh venin e vet në xhehenem. Edhe i vjen xehti prej xhehenimit dhe thot ya Rabb, mos e ban kiametin. Allah na shpatoft ya Rabbel alamin. Dhe Allahu tregon për këtë tabor, Zot na ruaj, thot walau tara idh adh-dhalimina, dhe në qose ti ishe zullumqarat, inna alladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, kur ishe ata të cilat ju morin shpirtin me laçet dhe janë të padrejt zullumqar ndaj vetvetit të tyre, tha qalu fima kuntum, ju shka kini bon tokë, shka kini vepru? Qalu kunna mustadafin, kemi qenë të dopt, nuk kemi pas mundësi me punu ma shumë. Qalu alam takun ardullahi wasi'a, a nuk ishte toka Allahut e xhanju me lyp, me xhallnu, me punu dhe me vepru? Atëherë Allahu thot fa ulaika ma'wahum jahannam, për ata Allahu ka përgatit xhehenem, Allah na ruaj, wasaat masira, e sa vend banim i keq është xhehenemi. Vëllazër, me laçet kur të vinë, duhet me ditën që në momentet e vdekjes njeriu duhet me kujtu ser mirësitë të Allahut xhalla shanu wa xhalla xhelalu. Në moment kur njeriu është duke vdek, nuk duhet me kujtu gjunaat, me kujtu të këqijat, e kam cek dhe e përsëris. Nuk duhet mi thonë në e di shka të pret nga ana Allahut. Jo, duhet mi thonë mishde, Allahu fal, Allahu mëshiron, Allahu është ai shka ban, domon robën e vet e shpëton për arsye se ai me pas mendim të mirë. E shka na vin neve mendimi i mirë? Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që ka thonë pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, 3 ditë para se me dik, pejgamberi Allahut e kalon çet amanet. Ka mos ta vdese askush prej jush vetëm se duke pas mendimin e mirë për Allahun xhalla shanu wa xhalla xhelalu. Një ashtu vëllazër, nga ki stacion ndalemi dhe kalojna te stacioni i radhës në këtë hadith, që njeriu i cili pas ka punu vëllazër, pas ka marrë me tijaret, pas ka dhënë borxh. Dhe është mirësi me dhënë borxh. Është mirë njeriu të më ndihmu, për arsye se është sevap. Po me bëm ja fal, hala me sevap. Andaj njeriu vëllazër te Allahu te bareke ve taala do të shkojë edhe sipas asaj shka ka vepruar për veprave të veta. Po dikush prej njeriu më thon o hoç, po unë kam një jetë me bë vepra të mira, po s'kam parë me një njerëzve. Njeriu shpërblet sipas niyetit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilën transmeton Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, inna Allaha kataba al-hasanati was-sayyi'at thumma bayyana dhalik. Me të vërtet Allahu i ka shënu të mirat dhe të këqija dhe i ka caktu dhe i ka tregu ato. Faman hamma bi hasana, kush e ka mësy dhe e ka bon një jetë një vepër të mirë dhe ata nuk mundet me veprue, Allahu ja shënon si me pas vepru. Këshire një jeti, e ki bon jetë një vepër të mirë me bon, s'ki pas mundësi. Allahu ta shënon sigur se me pas punu. E me bo me punu, Allahu ta ban 10 fish deri në 700 fish. Pastaj kush e ka mësy dhe ka bon jetë me bon një vepër të keqe dhe nuk e ban, Allahu ja shënon një sevap të plot. E kush e ban, ja shkon vetëm një gjuna. Kjo mirësi Allahu te bareke wa taala. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon hadith që njeriu i cili me niyet e ka dëshirë me unimu të tjerë vëllazër, Allahu ja shkon sevapin e plot. Andaj këtu është me unimu të tjerëve. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilën transmeton Imam Buhariu, ku tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma mimri'in, nuk ka ndonjë njeri i cili e zë xhumi natë dhe ka bon jetë më fal namaz natë. Mirë po e ka zonë xhumi vetë sa Allahu ja shkruan atë natë me niyetin që e ka pas me fal namaz natë, tan natë namaz natë. Kjo atë niyeti vëllazër. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilën transmeton Imam Ahmedi në musnedin e tij, tha Allahu 3 lloj njerëzve e ka bon tha për borxh me shka ja ka bo për borxh që më ndihmu. Andaj këshirë në dëgjone, tha e kush janë ato, nuk i paksohet pasuria atij të cilit jep sadaka. Një, nuk ka dikush që ju ka bo një padrejtësi vetë se ai ban sabër, vetë se Allahu e ngrit.
kujt i bëhet zullum, ai bën sabër, nuk hak mirët, vetë sa Allahu e ngrit. Pastaj tha, wallahi, nuk e hap dikush derën, nuk e hap derën e lypjes, vetë sa Allahu ja shton varfërinë. Allahu e ka dhënë premtim. Kush jep parë, Allahu ka mi dhënë. Kush jep sadaka. 2, kush domethënë fal ose bën sabër gjatë padrejtësisë që i bëhet, Allahu ja ngrit derexhet dhe e bën më të ngritur tek ai. 3, kush bëhet ankues, vetëm vajton, lyj prej njerëzve, Allahu ka më çel derën e fukarallëkut. Allahu na shpëtoftë ya Rabbel Alamin. Çdo të thotë vëllezër, ai i cili jep, Allahu subhanahu wa taala edhe do t'i ndihmojë. Dhe këtu vëllezër, të kjo me bë me ndihmu të tjerëve, don vlera e faljes, se me bë me ndihmu dikujt me borxh se vop. I ke dhon, të kthehen parët dhe ceka në hadithin e atij të cilit i ka dhon 1000 dinar, 1000 dirhem, dinar, falni të arit, që ka dhon borxh. Taj tregimi, rëfimi që ma anijen që ju ka këthi ujti, ju ka këthi parën dhe përmjet ati drunit, kush jep sadaka e ka shpërblimin për një muj me bo mi dhonë që ato, e ki shpërblimin vazhdimisht qatë pare sa ki dhonë. Me bo mi zgat afatin, mi zgjat afatin, shumë fishon se vapet. Andaj njeri ju duhet mës me neglizhu këta. Po me bo mi afal, dëzën e shkatat Allahu të barë këtë në Kur'an. Dëmon, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Falni dhe pajtoni, a nuk dëshironi që Allahu m'ia fal juve? Një ashtu Allahu nxit besimtarët që me fal kur kanë parë, domethënë për me fal, Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'anin famëlar, suratul Baqara, dhe kush e afatizon dikanin, tha Allahu te barek ve taala, shka ai ka bën sevap dhe ka thonë wa in kana dhu usratin fanadhiratin ila maysara. Kush e ka një zahmet dhe ja lehtëson zahmetin e tij, Allahu ka më ta lehtësu ti. Wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Edhe nëse ju atë shka ja keni dhënë ma afat, ja falni ati, ja bani sadaka, ajo është më mirë për juve. Suratul Baqara, ajeti 280. Një ashtu, pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam në ka të reguë që ai i cili falë vëllezër është për veprave më të mira. Andaj dhe tha pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam në hadith, Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'thami wal-maghram. O Allah, kërkoj falje prej teje, se asë zërë më kom borxhli vëllezër. Borxhlia, kanë thonë disa prej ulemave, ta huk menën. Ta huk menën, do më nuk le menën me pas. Andaj dhe pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam e bajke këtë dua dhe theke, o Allah, kërkoj falje dhe kërkoj mbrojtje prej teje, o Allah, prej gjunajt dhe maghrem. Tha shka maghrem? Tha maghrem, ja Rasulullah, është ai cili kur him borxh dhe tirot me rrejt. E kur rrin, edhe them premtimin, edhe ai bëhet gjunaqar, Allah na ruaj. Hadithin e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Ka thënë disa prej selefit, kur njeriu t'i hi borxhi, Zot na ruaj, bëhet vëllezër gajlexhi, i harron, domthon i shton gajlet dhe i harron domthon të mirat çka i posedon, edhe fillon edhe menën me hub. Këta e ka të reguë në Fethul Bari Imam Ibn Hajeri, rahimullah, Allahu i na shpëtoftë ya Rabbel Alamin. E kur tham që më lehtësu dikuj, pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam thot, men yassara ala mu'assirin, kush ja lehtëson një besimtarit, Allahu ka më lehtësu atin në dunja dhe në ahiret. Kështu po thot pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam. Me fal vëllezër, falja ti pari njerëzve të mëdhoj. Andaj edhe pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam i thazret e Aishës radiallahu anha, o Aishë, në qohë se e gjenë natën e kadrit, këshin me bu me falë, është shumë e madhe vëllezër. E falë është tipar cilësia Allahut. E pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam i tha Aishës, o Aishë, qohë se të zënë natën e kadrit, mos unal duke thonë qëtë lutje, cëllën, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti e falës, e don faljen, më fal mua dhe raste ati njeriut, i cili 3 ditë radhëzi ka inë në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka pas shenja të abdesit. Enesi radiallahu anhu e transmeton hadithin. Çka ka ndodhën? Ki njeri vëllazër, kur pas ka ra me flet, va pas ka fal këtëve njerëzve. Andaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 3 ditë radhëzi
e ka përgëzuar me xhennet. Një ashtu falja vëllazër të arrit namin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju e dini luftën e Tebukut, luftën apo në ndodhinë e Taifit, kur e gurzum pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, me laçja e kodrave i tha Gjibrili, i tha me laçja e kodrave është me mu. O Muhammed, çohu se dëshiron që këto ketë mi shemb, mi myt, tha janë dorën tane. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka tha? Jo. Ndoshta del prej tyre dikush i cili ka me madhru Allahun te bareke ve taala. Ndoshta del dikush prej tyre i cili ka me madhru Allahun te bareke ve taala. Kjo vëllazër është nxitja për me fal. E kush ja lecon dikujna? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha në hadith, kush ja lecon i besimtarit, Allahu do ta shtinë në hijen e tij në ditën e gjykimit, atë ditë që nuk ka hije përpos hijes së Allahut te bareke ve taala. Çiki rast vëllazër është shumë interesant që do të mundona tash ta shpjegoj. A kanën Ubade ibn al-Walid ibn Ubade ibn Samit, një sahabi, baba i tij një sahabi i madh, tha dula në Medine mi pas e ki i ri, mi pas sahabet e vjetër që t'ju marrë dituri prej tyre para se më shpërnda, para se me hik prej Medines, se sahabet s'kan net pse në Medina se vap 1000, po qëllimi i tyre ka qenë me shpërndat mirësitë të cilën e kanë me veti. Ne sot vëllezër jemi koprac. Ne me na lë mundësi me thonën, shka ban? Ne këtën e valla kisha dosh me jetu në Medinë ose në Mekke. Jo, sahabët pse s'kan vdek? E dini që pak sahabë kanë vdek në Medinë. Shumica e sahabëve kanë vorë në Sham, saqë Ejub el Ansari e kon Stamboll. Don pse? Para shtrot pyetja me para Islamin. Kjo misioni. Domon muslimani nuk ka vetjak. Muslimani nuk menon veç për vetveten e tij, po muslimani menon qysh me zgjeru edhe më shumë këtë fe. Edhe me dal para Allahut, me thonë o Allah, unë jam konën dëshmitar, unë e kum shpërnda fjalën tënde. Ja pra dje e patëm rastin që vdiq një dietar i madh i hadithit nga Egjipti, vdiq në Katar. Subhanallahu, me bëmë dëgju ata ai kur flet, ai ka shkruajt mbi 100 vëllime libra. Edhe ka vdekë i ri, jo shumë plak. Domthon mosh, po jo shumë 68 vjet. Ebu Ishaq el-Huwaini, që mbi 10 vjet i smut, 100 libra vëllazër. Unë pa keq kuptime. Mi thon dikuj ai ke lexuar vetë 100 libra. Ha? Ai ke lexuar 100, jo mi shkruajt. 100 vëllazër njeriu mi shkruajt, Allahu alem sa ka lexuar. Paronoj çiki, e di çka thoj ke? Tutna që Allahu ka më na marrë pyetje që sa kena dhon hakin fejes me shpjegu njerëzve. Tutna që Allahu ka më na marrë pyetje. Do më mënën pëse njerëzve sa këmi shpjegu fejen. Po shka me të për neve, të cilat këshirmi vish vetë vetën tonë, këshirmi mësë përbami në më pasanik. Si do kuft, Ubade ibn Walid, Ubejde ibn Samit, Ubade ibn Samit, radiallahu anhu, të regon dhe thot, dula një dit, unë edhe baba e, Ubade ibn Walid, ki është nipi i Ubades, i cili ka të rëshigu emrin e gjyshet e ti. Pa dullëm me lipëm diturina për Medine. Kur e takum njonin prej sahabive i cili ishte shoki pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Eba el-Yesir. Pas ka dalë të ki, e pas ka pa e, babë e bire kam pas që ki kana nërvos. Ubada me babën e vetë Velidin pas ka dalë. E kam pas që ki njeri u kana nërvos, me do letra në dorë, edhe pas ka pas një gjybet vesht, aj edhe i shërptori vetë. E i thot, baba i Ubadës Velidi, shka puna që ka në nërvos? Pse i e kash i hidrum? Thot, vallahi keshte një njeri tashti e trokita në derë. Nuk më përgjith. Deri sa dul fëmija i vetë dhe tha, baba afshej prej ti e ka hik. Ka hik baba jam. Ku a tha ka hije nër dishekin ku flen. Nër krevetin që flen. Edhe i thash, o ti filan, dil jashtë se e di që i në shpi. Dul jashtë dhe i thash, pse nuk dule? Tha vallahi, nuk ka pas sebeb që unë jam fshej vetë se më karë turp me të takue, se s'kom pas mundësi me të këthi borgjë. Edhe u tutë që me bo me dal ka me të rrejt, me bo me të premtu, sun ka me realizu premtimi me mashni vadën. Andaj u turpnova dhe merë marë dhe nejta këtu i mbyllur. Atëre i tha, e Allah, për i rizalillah, për hirtë Allah, për një me të i të bo qashtua, tha po. Atëre tha, ndëgjosh ka për thamë, ka dho Muhamedi sallallahu alaihi wasallam,
Kush ja lehtëson i besimtarit, Allahu ja lehtëson atij. Andaj nga ky moment ke të fshime borxhin tëm. Ish nervozu pse s'ka dalë mi kallzu që janë halli e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ki sahabi e transmeton këtë hadith dhe tha: "Men anzara mu'assiran", kush e afatizon një borxhli au wada'a an, apo ja te i kalon dhe ja fal, adhallahu Allahu fi dhilli, Allahu do ta shjenë në hijen e tij ditën e gjykimit. Allah na bëj prej tyre ya rabbil alamin. Një ashtu, kush ja lehtëson një borxhlijes, Allahu ja ban duajën kabull. Kush ja lehtëson një borxhlijes, Allahu ja ban duajën kabull. Hadithin të cilën e transmeton Imam Ahmedi, dhe kjo hadith ka da'af për hir të vërtetës, mi po disa prej ulemave e kanë leju mi shpjegua dhe mi tregu hadithet e dobta, ku thuhet se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men arada an tustajaba da'watu", kush dëshiron që Allah mi apo kabull duan e tina dhe mi largu brengat e tina, let ja fale dikuj një borx. Allah na bëj prej tyre ya rabbel alamin. Një ashtu vëllazër, me pas mendimin e mirë te ky stacion dalmi, që njeriu me pas mendimin e mirë për Allahun te barek ve taala. Me pas mendimin e mirë që sillesh me njerëzit, Allah ka mundësi me tije. Çka bën ti për njerëzit, Allah bën për tyje. Andaj Allahu ja fali këtij njeriu pse ki ja u fali të tjerëve. E ki kur ja u fali të tjerëve, nuk ja fali që ata ta lavdrojnë. Po mendimin e mirë për Allahun, ndoshta tha Allahu na fal neve. Ndoshta Allahu na i fal neve. Allahu tha në Kur'anin famëlar: "Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan." Nuk ka shpërblimi të mirës vetëse e mira. Dhe dini rastin ku pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam u akuzu gruaja e tij, vitin e kaluar e kemi treguar, ndodhjen e ifkit, shpifjes së Aishas, që i than Aisha që janë lavire. Hazreti Ebu Bekri ka pas një shërbëtor apo një familjar të cilin e ka mbajt me pare, e derisa ai kish pasara në sprovë dhe ai ka folën që Aisha ka rënë zina, atëherë ki njeri, subhanallah, Ebu Bekri nga hidhrimi anali, më nuk ja dha paret. Allah zbriti ajet kuranor ku tha për këta: "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'a", mos të ndalën atyre të cilët Allah ju ka dhënë pasuri dhe bereqet, që me dhon nga pasuria, o mos nalen, halon e t'japin. Pse me dhon? Ajeti vazhdon të tha: "Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum", a nuk po doni që Allah më ia fal juve? Ebu Bekri erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Ja Rasulullah, kjo ajeta ka zbrit për mua?" Tha: "Po." Tha: "Atëherë unë ja fali atij që Allah të ma fale mua." Neva në ndodhë që shtë më ja fal dikuj për Rizalila, që me thonë të ma fale mua Allahi? Jo, në me pas mundësi hatë mirë me minjerë. Me pas mundësi që use ka dy shpirt, një shpirt, janë zirmi dy shpirta, minjerë e mismi, për arsye se na ka bo një biftan dhe një shpifje. Ndërsa Ebu Bekri këtu usil mirë me ta, edhe hel jazaa'ul ihsani illa al-ihsan, dhe nuk ka i shpërblimi të mirës vetëse e mira. Allahu na bëj prej tyre ya rabbel alamin. Dhe disa dobi të shpejta të cilat e kam zakon me nxjerr nga hadithi, pa dash me teprue dhe me zgjat shumë. E para vëllazër, veprat e mira monë men, dobi nga kjo hadith, veprat e mira do të gjenden në pragun e vdekjes. Për arsye se me laçja të lajmëron. Ti ndoshta e ke haru dikuj ku i keni mua. E ke haru nga menja jote. Mirë po Allahu te barek ve taala, nga mirësia e tij, Allahu ta kujton, thotë: "O robi jam, ti e ke bërë çeta." Ajeti kuranor thotë Allahu në Kur'an: "Wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara", kush bën një vepër të mirë, çu sa do e vogël që është, te Allahu ka me gjet. Andaj ndoshta në rrugë duke ec, dikuj ki bushesh. Çat vepër ki me gjet Allahu te barek ve taala. Dy vëllezër nga dobit është mi a lehtësue njerëzve të cilët kanë gajle. Jo mi e iranu, sidomos kamatash tek unie e kishin një trik, këto bërzhli që japin parë me kamat, këto ditën e funit që mos me e thim telefon, mi arrit kamatën, pe e nalshin telefonin. Pe e nalshin që me bu me thira i mi thonën shembull: "Ej, sa më dëmujtë se me ta këthi borxhin, ki hazër dëmonë, sumë ki thirë, se kum një sen edhe e shti haloma shumë borç." Edhe kjo domethënë është haram, ju se dini, mi po nga hadithi kuptojmë, ai i cili ja lehtëson të tjetrit, Allahu ja lehtëson atina. Një ashtu vëllezër, nga kjo hadith kuptojmë dobi vlera e tijaretit. Mu kon tregtar, me punu, jo me çndrue, jo me net, jo mu kon dembel, jo mu kon njerëzit të cilët presmi këtë hazër.
Allahu na falë ya Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi Rabbil Alamin. Allah shpëlbej për ndëzimin. Takomi inshallah në takimet e radhës. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi Rabbil Alamin. Bujro. Allah shpëlbej.